Këtu është horoskopi i premte 27 qershor 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Jeni të lirë nga hijet pare, sidomos në punë. Një binjak ose njeri i peshores mund, gjatë kësaj kohe, t'ju interesoj më shumë. Demi. Pranoni pozicione të reja për sa kohë që ato janë shpërblyese. Ata që prej kohësh janë të bashkuar duhet të bëjnë një zgjedhje për një bashkëjetesë apo martesë. Binjaket. Angazhime të reja jashtëzakonisht të rënda pune, por të fryqshme me kalimin e kohës. Kjo është koha e duhur për t'u përpjekur të rikuperoni qetësinë nga pikpamja emocionale. Gaforja. Nëse keni një aktivitet të lirë, mund të përballeni me ndryshime, të gjitha gjërat që po kryeni sot do të kenë sukses së shpejti. Rritni ngarkesën tuaj të pozitivitetit. Këto janë ditët që ofrojnë mundësinë për të gjetur zgjidhjen e duhur për gjithçka. Luani. Një ditë në të cilën mund të merrni një kënaqësi të madhe, nëse keni punuar mirë në të kaluarën, do të ketë edhe dikush që do t'ju komplimentoj, telefonata nga një njeri i largët. Virgjeresha. Ditë e trazuar. Zgjedhje të rëndësishme karriere, por mos harroni se familja ka shumë peshë, ashtu si edhe dashuria. Peshorja. Ditë në të gjithë nervoz, të lodhshëm. Në punë, nëse je në një rol drejtues, dikush po vën në dyshim atë që bën, ndonjë armi. Akrepi. Do të përfshiheni në projekte të rëndësishme pune që do t'ju japin prestigj. Për dashurinë, sinjalizohet një shërim i mirë. Ditë relaksuese dhe më pozitive për gjithçka. Shigjetari. Ju duhet të kryeni projekte për të shpresuar në kushte të reja, sot keni një tolerancë të madhe. Ata që kanë një aktivitet të pavarur janë të fortë. Dhe dashuria mund të bëhet përsëri shumë tërheqëse. Bricjapi. Thirrje për punë, mundësi studimi, lajme. Ju bëni mirë të rini me njerëz, dini të përdorni një sens humori dhe optimizmi dhe atë ajër të shpërqendruar që tërheq vëmendjen. Ujori. Nëse ka pasur një problem pune, disa rrjedhje mund të rindizen ose kufizohen, disa legalizojnë një bashkim, të tjerët pas një ndarje kthehen në dashuri. Kujdes me paratë sepse duhet të përballeni me disa shpenzime të mundshme shtesë. Peshqit. Nëse punoni për të tjerë ose në bashkëpunim me organizata, do të përballeni me disa probleme, veçanërisht në lidhje me metodat që duhen adoptuar në profesion. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.